Me thirrjet ju erdhi fundi dhe Parlamenti i Krimit, qytetarët u mlollën jashtë kuvendit në nisje të seancës plenare të së martës, duke shvendosur tashmë reagimin e tyre përballë një prej institucioneve më të rëndësishme të vendimarrjes politike në vend. Për të mos u përballur me protestuesit, një pjesë e ligjvënësve hynë në kuvend përpara orës 10. Kordonet e policisë penguan protestuesit të depërtonin brenda mjediseve të këtij institucioni. Në seancën plenare ku pritej diskutimi 8 projekt rezolutave të institucioneve të pavarura dhe me atmosferën jashtëgodinë të rrethuar nga një grup protestuesish, debatet nuk munguan, lidhur me protestat që kanë hyrë në ditën e 31 edhe mes vetë ligjvënësve, ku mazhoranca dhe opozita nuk i kursyen akuzat e ndërsjellta mes tyre. Është pikërisht ky sistem që shqiptarët po sfidojnë prej javësh në shesh. Nuk protestojnë më vetëm për flamingot. Nuk protestojnë më thjesht kundër ligjit për zonat e mbrojtura. Shqiptarët po protestojnë kundër një modeli qeverisje ku ligji ndryshohet për klientët me votën tuaj. Pronat publike vjen në shërbim të interesave private dhe shteti përdoret për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarët. Prandaj kërkesat e protestuesve nuk janë të rastishme. Janë 5 goditje ndaj të njëjtit sistem. Janë kërkesa që Partia Demokratike dhe opozita i ka ngritur prej kohësh. Ka këtu mes ju që doni të shpëtoni nga Saliu, këtë e di unë. U bëm kohë bashkë. Edhe shkoni aty në protestë me shpresën që ne se heqim dot Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta ja arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Tani nuk kuptoj sikletin sepse nxorrët në sekonde Edi Ramën bëri e gënjyet atë, se kur je gënjeshtar gënjen edhe atë që ke shef, e gënjyet dhe i thanë e kanë rrëzuar amendamenti, nuk u miratuar, u egzaltuai, bëri status, kur e kuptoj mas 24 orësh që e kështë gënjyër dhe mashtruar ti, s'foli më për atem, dhe qa bërit na urdhër ty, që mos jam mirato, mocioni me debat, se do na dalë edhe më shumë në sipërfaqe gënjeshtra publike që i bëm qytetarëve shqiptar, sikur europarlamentarët nuk ishin dëgjuar të vërtetën, po të kishin dëgjuar ty dhe Borën. Hajde mendje, hajde. Unë e kam fituar një gjyq me ty. Ta mbaroj. Kur ti shërbeje si avokati i Lulzim Bashës. Ke qenë në sallë, gënjeshtar. Ke qenë në sallë, bashkë me Ivi Kason të dy, avokatët e Lulit të dy. E ju ka mundur bashkë me Lulin të treve. Ju mora përpara të treve, kaq ta dishti. Partia Demokratike kishte kërkuar një interpelancë për protestat që u rrëzua me 75 vota kundër të Partisë Socialiste dhe 23 pro. Një tjetër kërkesë e opozitës promocion me debat për 5 kërkesat e protestuesve u rrëzua nga mazhoranca me 75 vota kundër dhe 19 pro. Ndërkohë me 74 vota kundër dhe 22 pro, u rrëzua dhe kërkesa tjetër për mocion me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Më herët në rrjetet sociale kishte reaguar dhe kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë pretendon se protestuesit që mblidhen çdo ditë për një muaj në bulevardin qendror dhe kërkojnë ndërheqje, po keq përdoren. Sipas Ramës, shqetësimet konkrete të qytetarëve do të merren parasysh nga qeveria. Në reagimin e tij Rama shpreh se nga këto protesta do të dalin fituar ata që kanë besim tek qeveria aktuale, ndërsa pjesa tjetër do të bëhet pishman.